Lëviz Balliu ndërkaq është gjithmonë në krye të organizimit të protestave, sa herë ka një të tillë nga ana e Partisë Demokratike. Kjo protestë shoqërohet edhe me masa të policisë së shtetit, por më të reduktuara se herët e tjera. Kjo duke nisur që nga numri i forcave të policisë, por gjithsesi, kamerat me rezolucion të lartë janë vendosur, gjithashtu autobotët e ujit janë në pranë për çdo rast tensioni. Pak më parë ndoqët edhe disa prononcime, siç ishte ai zotit Bardhi apo zotit Noka për median. Sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike u shpreh se nga protesta e opozitës, kryeministri Edi Rama do të ngelet në histori si armik i fjalës së lirë shqiptarëve. Rama ka panik nga fjala e lirë, Komisioni i Censurës me në krye Braçën këtë qëllim kishte. TikToku, aplikacioni më i pakontrolluar nga qeveria, ku i çirret maska Ramës. Me që dështoj me komisionin, po përpiqet bëjë censurën e TikToku. Do të ngelet në histori si armik i fjalës së lirë dhe shqiptarëve, tha sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike, Flamur Noka. Ndërkohë, kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi, në fjalën e tij në nisje të protestës kundër mbylljes së TikTokut, u shpreh se Rama do të bëjë gjithçka që të mbyll sa më shumë hapësira lirie ku qytetarët dhe opozitarët të mos kenë mundësi të shprehen. Proteste thirrur nga të rinjtë e FRPD-s dhe mbështetur nga kreu i Partisë Demokratike dhe struktura, akti i mbylljes së TikTokut nuk ka të bëjë me arsyet e shpallura publikisht nga qeveria, por me tentativën për të vendosur censurën në vend. Jemi në protest në mbështetje të çdo të riu që lirinë e fjalën e ka prezumuar si diçka që nuk preket, tha Bardhi. Në 2021 Rama përdori trukun e mbylljes së kufive që të mos lejonte votën e emigrantëve, vijon Bardhi, por e ndërpresim sepse do të ndjekim pak se çfarë vjen nga bulevardi Dëshmorët e Kombit. Hoxha, kandidate për deputete e Partisë Demokratike në qarkun Tiranë. Kam lindur dhe jam rritur jashtë Shqipërisë dhe nuk kisha menduar kurrë se do kthehesha në vendin tim për të protestuar për fjalën e lirë. Mendoj se këtë luftë e fituan prindërit tanë më shumë se 3 dekada më parë kur rrezuan diktaturën. Por jo, 12 vite të fundit kemi parë se si një qeveri që urren të ri, ata që mendojnë ndryshe dhe fjalën e lirë, ju ka marrë shqiptarëve gjithçka. Të rritë sot vuan nga papunësia, korrupsioni dhe mungesa e shpresës për të ndërtuar jetën dhe familjen në këtë vend të bekuar. Qeveria e cila mban rekordin e zi për numrin më të lartë të azil kërkuesve në Europë e shikon si armikun kryesor TikTokun. Por jo, të dashur miq, ky është vetëm një moment dëshpërimi e kësaj qeverie që kërkon të na shpërqendrojë dhe të fshehë hallet e vërtet të një popull të vuajtur. Nuk është TikToku që vret, por është mungesa e një vendi punë. Nuk është TikToku që vret, por është sistemi arsimor i degraduar. Nuk është TikToku që vret, por janë ilaçet që mungojnë në spital. Nuk është TikToku që vret, por është krimi e korrupsioni. Nuk është TikToku që vret, por është kjo qeveri që vret shqiptarë çdo ditë në shumë mënyra. Jemi këtu për të thënë jo censurës, jo kontrollit qeveritar dhe po lirisë. Duan të na mbyllin gojën, le të flasim më fort. Duan të na kontrollojnë, le t'ju tregojmë se Shqipëria nuk është një aplikacion që ata mund të fshin kur t'ju tekët. Prandaj, ne sot duhet të jemi më të bashkuar se kur për rinin, për familjen, për memedheun tonë Shqipërinë. Faleminderit.
Tani, dua të ftoj në sken Artmenisa Zenuni, gjimnaziste. Po, patjetër. Për gjatë jeta të gjithëve, nuk jam i dhunshëm, po nuk duroj dot. Zonja Zotrin, djem, vajza më të tash. TikToku, ta heqim tikun dhe lëm tokun? Të jemi tokë bashkë të tërë? Më besoni, është më mirë, më bukur kështu. Tani, ky nuk ka i natë me TikTokun. Po ky që i rëndë damlaja aty ku është, ky nuk ka i natë me TikTokun, po ky ka i natë pse ne kemi TikTok. Sepse nuk e administron ai, sepse është ai që i bën të tëra, ai që një ditë do na heqi dhe ajrin. Njerëz, po për TikTokun o përse se erdhët? Qaru ka bërë TikToku? Ku jini, si jini, pse jini? Nuk bëhet gjë pa protest. Po marë si model, i duam, apo nuk i duam. Po grekrit e dojgjën Athinën, e përvëluan. Për një gjë që kisha ndodhur 5 vjetë më parë. I duam, apo nuk i duam serbët. E shkyen qeverin, nuk di ku të futet ai Vučić. Po pse neve dele? Neve, me sa di unë nga historia, nuk jemi fis delesh. Ne jemi trima. Trima, ja unë jam një trim, në lojnë tim jam një trim, se i dalë balë për balë ati, nuk më dridhet qërpiku. Të hidhet për pjetë të hidhet, u dua shumë. Doktor, shëndet, suksese. Nga ini dhe nga sini, ju që do merë një pjesë në votime, duhet merë një pjesë pa tjetër, dhe që kandidoni, ju a bëfës Perëndia djel, dhe mbase i kthehet mendja popullit shqiptar, me gjithë socialistët të votojnë për këtë që quhet ndryshim, se vdiqëm,